Konkursi Art Color, i kthyer tashmë në një histori të suksesshme për botën e fëmijëve në artin e pikturës, ka organizuar edhe këtë vit kompeticionin e radhës. Fëmijëve të qytetit të Beratit janë bashkuar edhe fëmijë të talentuar nga kryeqyteti, të cilët kanë prezantuar krijimet e tyre në konkursin Art Color. Prindër, mësues dhe fëmijë kanë ndjekur nga afër ekspozitën me një larmishmëri ngjyrash dhe forma, që dëshmon faktin se ky qytet ka talente që me të drejtë janë vlerësuar edhe me çmime ndërkombëtare. Drejtori i Galerisë së Arteve Eduard Lir, Nezirago, pasi bëri një rezume të pjesëmarrjes së fëmijëve në këtë ekspozitë, ka falendëruar Bashkinë e Qytetit që po mban gjallë këtë eveniment të rëndësishëm. Në këtë ekspozitë ne kemi ekspozuar 293 punime të piktorëve të vegjël, kryesisht në vizatime dhe në piktura. Pikturat të trajtuara në vaj, në pastel, në akuarel, por po ta vini re në gjitha pikturat e paraqitura në këtë ekspozitë, pothuajse ne shikojmë një nivel shumë të lartë të paraqitjes së fëmijëve, nga një dhuratë për secilën pjesëmarrës të fëmijëve në këtë qytet. Por në të njëjtën kohë e veçanta kësaj ekspozite është edhe pjesëmarrja e 16 piktorëve të vegjël të cilët vinë nga Tirana për të ekspozuar dhe për të përballur me piktorët bashkëfushatar të qytetit tonë. Jani Kumati, mësuesi i fëmijëve të grupit Art Color, grup nga i cili çdo vit një fëmijë është shpallur si më i talentuari në të gjithë botën, vlerësoi se këta nxënës janë më të mirët ndër gjithë shkollat e qytetit dhe se Berati ka kështu të sigurt se në të ardhmen do vazhdojë të ketë talente në pikturë.